Nëse bisedimet në fazën aktuale do të dështojnë, pra negociatat që pritet të rifillojnë sërish, a mendoni se çështja mes Iranit, Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të zgjidhet në Pekin pasi po flitet për një takim mes Trumpit, Putinit dhe Xi Jinpingut në Kinë, por ndërkohë Kremlini e ka mohuar një gjë të tillë duke thënë që për momentin nuk ka një plan të tillë për të zhvilluar ky takim. Bardhe, është jashtëzakonisht interesante lëvizjet militariste dhe furnizimi me armatim që bëhet, sidomos mendoj që kinezët dhe rusët kanë lënë hapësirë Koresë së Veriut. Kim Il-jungut që edhe ma herët ta furnizoi, dikon një para dy vite, mendoj që ka qenë jashtëzakonisht është shokuese ajo që Havsongun 18 ka mujtë t'ja sjellin Iranit. Një raketë gjigant, 15.000 kilometër e ka rrezën e veprimit, 55 tonëshe. Dhe kjo mund të jetë ai rreziku që ka prishur llogarit, apo ka prishur, mund të them, atë që kanë llogaritur shërbimet inteligjente, jo vetëm në SBA, të cilët këtë informacion ndoshta kanë pasur me vonesë kanë marrë kur ka përfunduar misioni i arritjes atyre raketave. Por në këtë rast a do jenë në gjendje rusët, kinezët dhe amerikanët ose takimi trepalsh, që besoj që vështirë të arrihet në një konkludim të tillë dhe një përfundim të një marrëveshje që mund të ketë pastaj impakt edhe për Ukrainën, meqense edhe vetë rusët deklarojnë në këtë pikë që mund të janë të gatshëm të lirohet pastaj hapësira për një marrëveshje ruso-ukrainase me ndihmën amerikane. Dhe më duket që ata presin këtë si në lloj favori apo një ndikimi të Donald Trumpit në raport me evropianët. Por mendoj që kinezët do ta luajnë një rol të veçantë, them drejtën. Mund të jenë aktor tjerë, mund të jetë siç është Pakistani, i cili mendoj që për shkak të raporteve që ka me SBA, po edhe me Iranin, do thotë që nga revolucioni islamik përfaqësimin diplomatik në SBA e bën një familjar korrespondencën e bën ambasada e Pakistanit në Washington. Dhe kundërta. Por mendoj që edhe Turqia mund të jetë ajo që mund të luajë rol liderit, me cilin Trumpi shpesh e quajnë lider të fortë, Erdoganin. Mirë po, kemi qarë edhe plasaritje në raportet me cilat Izraeli duket që është vendi që dëshiron të krijojë supremacionin e vet në lindjet e mesme, që më duket që shenjat nuk i ka edhe të mira, sepse po shihet që ndonjëherë del punë dhe ka problem në infanteri me Hezbollahin dhe Hamasin të del fitimtare, lërë me shtete tjera. Do thotë, si ide e tillë sionizmi më duket që ka psuar një goditjen e parë, mund të them, me cilën duhet të korrigjohet, sepse një aventurë e mundshme me Turqinë mund të jetë e koshshme për të dyja palët, jo vetëm këtë rast vetëm për Izraelin. Por hapërhap mendoj që amerikanët mund të bëjnë një marrëveshje e cila mund pastaj të vazhdojë me luftime në raportet, ta quaj luftime bilaterale, kështu thojza, Izrael-Iran. Mirë po, besoj që Izraeli është një vend i vogël, dorën e zemër ka psuar goditje Izraeli. Është hera parë, do thotë që nga 67-ta, me cilën arabët kanë qenë, do thotë, lëvizje sporadike, iranianët kanë qenë ata që kanë dhënë një lloj leksioni Izraelit. Zoti Bilali, apo përpiqet Izraeli ta tërheqë Turqinë në këtë konflikt lindjes mesme dhe a e shikon Turqinë si një rrezik potencial, duke qenë se në analizat e tyre mediat izraelite e shohin Izraelin si Irani i ri sa i përket rolit që mund të ketë në të ardhmen në lindjen e mesme? Është fakt që sidomos në 4 vitet e fundit në mënyrë enorme industria mbrojtëse e Turqisë ka bë bum në zhvillimin e arsenalit ushtarak.
Nuk ka qenë rastishme një lloj korrespondence dhe disa marrëveshje të lidhura të Izraelit me Greqinë dhe me Kiprën e Jugut. Dhe shef edhe goditjet kur janë bërë në luftën 40 ditore, rol shumë të rëndësishëm ka luajtur bazat në Kipër. Ku avionët Izraelit F-35 për shkak të rrezikut që kanë pasur në bazat e tyre në Izrael, sidomos në Izraelin qendror, do thotë janë jashtëzakonisht të brëngosur, sidomos baza në Navatim dhe Ramona. Janë dy baza, 15 kilometra një linjët e Bershebës, dhe pjesa tjetër më poshtë është Ramona, është baza rezervë e F-35 të Izraelit. Dhe mendoj që në këtë drejtim do kemi një ngritje të tensioneve që do të jetë shkas pastaj për një luftë jashtëzakonisht të përmasave katastrofale, sepse potenciali thash përpas asaj që Izraeli, edhe pse nuk deklaron, që konsiderohet se bota ka 9 vende atomare, 8 janë që janë të deklaruar, Izraeli por në shef nuk deklarohet, por botërisht dihet që Izraeli posedon 180 dikun deri në 220 koka bërthamore, të cilat sidomos me raketat Jericho. Dhe kjo mund të jetë pastaj ajo, mund të them, ajo kataklizma Amadagoni, i cili një miti tyre i Biblës së vjetër, por do jetë jashtëzakonisht e rrezikshëm, apo opsioni Samson. Dhe kjo tregon që me Turqinë do kenë të lashë. Turqia është një vend që ka kapacitete jashtëzakonisht të forta të mbrojtjes, me të cilat Izraeli mund të rrezikohet. Nuk po du ta përmend atë fjalinë atij deputetit të partisë në pushtet që thotë që mund të na shkojnë 400.000 turq, por Izraeli nuk do ekzistojë më. Dhe kjo, sidomos tajfuni, i cili rrezë veprimit raketë hipersonike, dhe Turqia insiston të shkojnë në prodhimin e raketave që mos jenë më pak se 1.000 kilogram eksploziv. Dhe paramendo dhe fuqinë, mund të them, të aviacionit turk, sepse Irani vetëm kapacitetet e armë ballistike ka pas të nivelit për të përgjigjur dhe për të ekzistuar sovranitetin dhe ekzistencën e vet. Turqia në aviacion është bukur e fortë. Dhe kjo atë pastaj, por do implikoj edhe vetë Amerikën, e cila në një farë mënyrë është ai bazamenti i shtetit të Izraelit, apo edhe kundërta, ka ndikimin më të madh. Në Amerikë kryetar shteti nuk do vish pa zërin e tyre, pa lobit e tyre, qoftë republikanë apo demokrat. Por mendoj që për momentin do kemi ngjarje që do harrojmë, edhe pse jem në qerekun e parë të vitit 2026-2027 që do jetë viti edhe më i rrezikshëm se 2026. Dhe kjo tregon që lindja mesme do jetë ande baruti. Nëse e marrim në mënyrë hipotetike një përplasje konkrete direkte mes Izraelit dhe Turqisë, qoftë në aspektin toksor, përplasje toksore pra në ushtri, apo qoftë edhe nga ajri, në këtë rast cila mund të fitoj ose mund të dominoj njëra apo tjetrën, dhe nga ana tjetër cili mendoni se do ishte reagimi i NATO-s në qoftë se do të gjende përballë këtij skenari? Desavantazhi i turqëve do jetë sigurisht implikimi amerikan. Dhe ndoshta është njëra ndër variantet e tilla që Trumpi nuk është rastisht që ndoshta thotë, edhe pse është kontradiktor dhe ndonjëherë ka mendime që janë të qakurduara, mos them anormale. Do jetë krahë të Izraelit. Ky do jetë disavantazhi kryesor për turqit. Pastaj Greqia dhe pjesa veriore, kuptohet, perëndimore, do jetë aktor që do jetë në krah të Izraelit. Pastaj kurdët, një problematik që influencohet nga Mossadi i Izraelit, do jetë problem. Rusët do jetë që kanë një korrespondencë të mirë. Njerëzit nuk e kuptojnë që rusët kanë raporte shumë të mira me Izraelin. I kanë përmi 1 milion banor, të cilët pas viteve 90 kanë migruar, bileta kanë edhe televizionin në gjuhën ruse atje në Izrael.
dhe raport dhe pastaj ndikimi i tyre në Rusi është shumë i madh. Ja Ashkenazëve. Ja Azerëve është jashtëzakonisht i madh. Edhe në aspektin e monopoleve të pasurisë, por edhe në struktura shtetërore. Dhe do thotë me një fjalë Turqia do jetë si thamë e vetmuar, por mund të jetë e shumë e mundshme që një aleancë pakistaneze turke me koka bërthamore që mund të përgjigjet nga Pakistani, që do thotë rrezet e veprimit e tyre nga Pakistani janë që mrrin edhe Izraelin afër 3000 kilometrash, atëherë do jem, po që se Izraeli vendos ta shkrep gjerion, atëherë pakistanezët mund të kundërpërgjigjen. Dhe kjo do jetë fundi i botës, pastaj edhe gjithë civilizimit, sepse do të kemi pastaj aspekt zgjeror edhe të vendeve tjera atomare. Por përparësia e Turqisë ekziston në disiplinën e fortë. Do thotë turqët kanë infanteri dhe ushtri që është jashtëzakonisht e disiplinuar. Ose thonë në gjuhën e popullit, shkojnë të vdesin por nuk koriten. Dhe kjo është ai problemi i moralit dhe disiplinës ushtarake që kanë forcat turke. Që këtë nuk e kemë në palën tjetër. Do thotë nuk është lojë PlayStation, nuk është lojë që luhet lojna ata që mendojnë që në fund javës të shkojnë nga pak në për diskoteka dhe kjo nuk është ajo qëndrueshmëria që i përket këtë rast të palës turke. Do thotë rëbesh i vullnetarëve turq përpos atyre që kanë në kapacitetet ushtarake, që do thotë me rezervën diku 600.000 ushtarë, me forcat e gjandarmerisë, të policisë dhe të roja kufitare, dhe në rast nevoje 2 milion ushtarë për 24 orë. Dhe kjo do jetë atër, sepse të gjitha kapacitetet i ka, unë dyshoj që Turqia mund të ketë diçka dhe në lëvizje të armeve nukleare. Ky është një shënim që kam lexuar në Gjermani, i cili është një botim të një portali gjerman, që ai ka mbul që centrifugat pakistaneze të shpikësit fizicientit atë fizikës atomike ka dërkuar edhe në Iran edhe në Turqi. Mirë, po kjo mund të jetë një sekret i cili nuk e përkramon Turqia. Por sidoqoftë Turqia në armet konvencionale, jashtë bërthamore, kapacitetet e saj janë jashtëzakonisht, që sot mund të them krahasohet me dronët dhe me aviacionin, tash që kemi në futjen e përdorim të gjeneratës 5 plus të kanit turk, avionit i cili mund të jetë tandem apo prototip i njëjtë me F-35 apo Boeing 507. Dhe kjo mendoj që Turqinë ka bërë fort serioze, me të cilën çdo kush nuk mund të jam sy. Pa marrë parasysh ato gjana që ne i mendojmë ndonjëherë në mënyrë ndoshta të gabueshme. Turqia ka traditë perandorike, rrjedh dhe burimin e ka nga një perandori e cila ka shënduar në 3 kontinente. Dhe kjo mendoj që po fus Evropën që ka shkuar deri te Vijena, jo komplet. Kuptohet. Por mendoj për momentin mund të jenë ashta luftë propagandistike si nga bala izraelite, po është edhe asaj turke, sepse Erdogani njihet që ndonjëherë jep deklarata jashtëzakonisht, siç ka qenë rasti me Gazën, por veprimet kanë qenë jo të duhura. Por sidoqoftë, për të dhënë fund pyetjes së juaj, mendoj që do gjinet një zgjidhje nga se fitues nga ajo luftë nuk ka. Aq më tepër një shtet i cili në një farë mënyrë në arenën ndërkombëtare nuk ka lo shihet mirë.